Përshëndetje. Në këtë video të mësojmë për një text effect me veglën blend, apo ndryshe njihet si blend tool. Hapi parë pa e marrë këtu rrethin, edhe po klikoj me shift për krijoj mënyrë proporcionale. Më thonë nëse nuk e shihni këtu rrethin, mundi me pas kështu, po shkoni me tasën e djathtë e zgjatni rrethin. Pastaj më shkoj këtu te stroke, edhe këtu te kjo vija me të kuqe, po I them none, do të thonë ja heq këtë kufizimin. Edhe pastaj klikoj këtu te gradienti. Nëse ju nuk e shihni këtë gradientin këtu, shkoni te Windows edhe keni këtu gradient. Pastaj vetëm klikoj këtu, shikoni, edhe kjo e merr ngjyra. Okej. Po klikoj pastaj Ctrl+C, Ctrl+V. E bëna copy paste, shikoni po vendosi këtu diku. Tash po klikoj te kjo e para, pastaj këtu te gradienti klikoj dy herë te kjo pika parë dhe po marr ngjyrën e pembe. Pastaj klikoj te kjo tjetra këtu te zeza dhe po bëj ngjyrën e portokallt. Shikoni u bën një kombinim I ngjyrave kështu. Pastaj e klikoj kët, edhe klikoj në tastier shkronjën I, edhe shikoni kursori ndryshon formën dhe shkoj tik e marr ngjyrën e kësaj. Pastaj shkoj këtu te shiqeta, edhe këtë çka bëj tash vetëm klikoj këtu, reverse, e kthej gradientin në anën e kundër. Shikoni këtu është e pembe e portokallt, është e portokallt e pembe, është në kundër, si reflektim. Okej. Hapi tjetër, I selektoj këto dyja, edhe shkoj këtu, pastaj këtu, edhe e bëj këtu make, apo duke përdorur shkërtesën ALT-CTRL+B. Shikoni. U bë kjo. Tash hapi tjetër, shkoj edhe një herë, prap, këtu, po tani klikoj këtu. Klikoj këtu, hapot kjo ditarja, klikoj preview, pastaj e zgjidh këtu këtë dytën, edhe këtu e kemi me rrot mausit për I lëvizje unë këtu numrat, shikone kjo është sa kopje mi bo. Më pak, më shumë. Prej pikës A deri te pika B, mesin këtu shtomi kopje. Tash për shembull, nëse rriti numrin fillon, mu vrejnë pak të detaje, por për shembull nëse bëj 5000, bëj OK, shikoni bëhet kjo vizë e drejtë, nuk vrejnë mo ato vizat e ndërprejme. Hapi tjetër, po shkoj për marrë brushën. Këtu brushën, shkoj në kjo brusha, edhe brusha, si në Photoshop që kemi mundësin me klop, mes me mojtë asa djata, dhe më ta kemi mundësin me zvëldu dhe me rritë brushën, shikone. Edhe po klikoj këtu, për shembull po e shënoj kështu. Kjo përmer ngjyrën e gradientit që kena kriju. Po na mumi me dhonë për shembull edhe a përmeni veç strok kjo ka. Mumi me dhonë veç një ngjyrë, për shembull nëse filloj me shkru diçka. Shikone. Okej, e krijova B-ën këtu. Ose në I shkojnë tjetër. Kështu. Tasht. Kët po zgjidhoj me shift, domethënë në mënyrë proporcionale. Pse? Pastaj po e selektoj kët, edhe me Ctrl+Alt po ngrej po e bëj kopje. Shikoni bëna kopje. Pastaj e selektoj kët, domethënë këtu dyja, kët edhe kët, edhe shkoj këtu, edhe kemi këtu, edhe pastaj e bëj replace, shikoni. Ta klikoj këtu, që shemer kjo efektin e kësaj. Një ndodh edhe me këto, që po e bëj kopje. Gjithmonë do të më pas me bu kopje, nëse doni me përdorë edhe dikon tjetër, për arsye se çat moment që e bëni kët, kjo është duket. Shikoni, e selektoj kët, pastaj me shift e klikoj kët, tash u selektoj vetëm këto dyja, shkoj këtu, edhe shkoj te shape, shkoj këtu, edhe klikoj replace. Shikoni. Tash për shembull, a po vreni kjo kombinimi ngjyra shubo. Tash po I me ndryshuar ngjyrën, klikoj këtu dy herë, klikoj edhe një herë këtu, shikone, mu I dhe me deviju këtë. Po mu I me kliku edhe me ndërku ngjyrën. Edhe nëse bëj të kaltërt, edhe shalë që bëj një ngjyrë tjetër këtu, gjelbërt. Shikone, kjo shkon këtu ndërku ngjyra. Njëjtë me shku dhe këtu, e bëj për shembull tash gjelbërt, edhe këtë klikoj dy herë, hapo dritarja bëj për shembull të
kaltërt. Shikoni. Kjo funksionon, ky efekti funksionon edhe jo vetëm me brush, po mumi edhe me pen tool. Për shembull që kena pen tool, mundi me marr për shembull në shkrim në tekst me formë të shkrimit, edhe mundi me i vizatu kështu për shembull me vizatu çfarë dush forme. Shikoni. Shkoj këtu. Tani i selektoj këtu dyja, shkoj këtu edhe prapë bëj replace. Shikoni. Do të çfarë dush formë vizatoni, ndesh me brush, ndesh me pen tool, kjo e merr efektin e kësaj.